Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme do të realizojë në bashkëpunim me ambasadën e Shqipërisë në Londër procedurën për blerjen e një pasurie të paluajtshme që do të shërbejë si seli e përhershme e përfaqësisë diplomatike shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar me një fond limit deri në 520 milion lekë. Pasuria do të përdoret për ushtrimin e veprimtarisë diplomatike dhe konsullore në përfaqësinë shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar. Vendimi i botuar në fletoren zyrtare përcakton se pasuria që do të blihet duhet të jetë e përshtatshme për funksionimin aktual dhe në perspektiv të aktivitetit diplomatik dhe konsullor, të garantoj sigurim fizike dhe të ndodhet në një distancë të përshtatshme nga institucionet qendrore të shtetit pritës. Sipas dokumentit, kreu i misionit diplomatik do të identifikojë jo më pak se 3 oferta për pasuri të paluajtshme të llojit të ndërtesë dhe truall, të cilat do i paraqiten një komisioni të posaçëm për vlerësim. Komisioni do të ketë përbërje ndërinstitucionale dhe do të shqyrtojë përmbushjen e kushteve ligjore, kostot financiare dhe kushtet e projekt kontratës së shitblerjes. Vendimi parashikon gjithashtu që komisioni të mbikëqyr procesin e negociatave për blerjen e pasurive dhe të vendosë për shpalljen e ofertës fituese ose skualifikimin e ofertës sipas rastit. Në përfundim të procesit, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme do të autorizojë kreun e misionit për nënshkrimin e kontratës së shitblerjes. Pas nënshkrimit të kontratës, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme do autorizojë ambasadën në Londër për kryen e pagesave përkatëse dhe për mbulimin e tarifave shoqëruese, ndërsa kreu i misionit do të ndjek procedurat për regjistrimin e pasurisë sipas legjislacionit në Mbretërinë e Bashkuar. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi do mbulohen nga buxheti i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme për vitin 2025.